Sot, më 17 shkurt, festojmë 18 vjetorin e pavarësisë Republika e Kosovës. Në orën 15:39, më 17 shkurt 2008, në Kuvendi i Republikës së Kosovës në Prishtinë, u shpall zyrtarisht pavarësia. 109 deputet morën pjesë në atë seancë historike që ndryshoi përgjithmonë fatin e vendit. Deklaratën e lexoi kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi, duke vullosur një ëndër shekullore për liri dhe shtetësi. Pavarësia e Kosovës u mbështet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, duke hapur rrugën për njohje ndërkombëtare dhe forcim të institucioneve. Gjatë këtyre 18 viteve, Kosova ka ndërtuar institucione demokratike, ka forcuar sigurinë me mbështetjen e NATO-s dhe ka zgjeruar praninë e saj në arenën ndërkombëtare. Sot, pavarësisht sfidave dhe pengesave, Republika e Kosovës qëndron krenare, e lirë, sovrane dhe me vizion për të ardhmen. Urimet 18 vjetori i pavarësisë Kosovë.